Chris Lasivitas, strategu i fushatës së Donald Trump në rikthimin e tij si presidenti 47 i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe tashmë shefi i fushatës së Partisë Demokratike Shqiptare për zgjedhjet e 11 majit, mbajti fjalën e tij në hapjen e fushatës elektorale të opozitës në sheshin Nën Tereza, duke bërë krahasimin me sulmin e socialistëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të burgosur Donald Trump dhe sulmin e socialistëve në Shqipëri për të burgosur opozitën. Lasivitas theksoi se siç dështuan në Amerikë, ashtu do të dështojnë edhe në vendin tonë. Lasivitas bëri një përmbledhje të shkurtër të qeverisjes 12 vjeçare të Edi Ramës, ku theksoi se përgjatë këtyre viteve Shqipëria ka patur vetëm krim, drogë dhe më shumë se 1 milion shqiptar të larguar nga vendi. In 2024, Në 2024, in the United States, në Shtetet e Bashkuara, the socialists tried to imprison socialistët u përpoqën të burgosen Donald Trump. Donald Trump. They failed. Dështuan. In 2025, Në 2025, here in Albania, këtu në Shqipëri, the socialists want to imprison socialistët duan të burgosen all of their opposition. të gjithë opozitën e tyre. They will fail. Do të dështojnë. Why? Përse? Because they can't defend the record of the last 12 years. Sepse nuk kanë çfarë të thonë për gjithë dështimet e 12 viteve të fundit. 12 years of crime, 12 years of drugs. 12 vite krim, 12 vite drogë. In 12 years, over 1 million Albanians have left. Dhe për 12 vjet, mbi 1 milion shqiptar janë larguar nga Shqipëria. And 12 years of economic failure. Janë 12 vjet dështim ekonomik. Në fund të fjalës së tij, Lasivitas u bëri thirrje shqiptarëve që në 11 maj të votojnë për Sali Berishën dhe t'japin shpresë njerëzve. Why vote for the party that created all of the problems? Përse të votosh për një parti që ka krijuar të tëra problemet? Vote for Dr. Berisha. Votoni për doktor Berishën. Give your country opportunity Jepini vendit tuaj një mundësi. and give them hope. Thank Jepini you. shpresë. God bless. Faleminderit, ju bekov Perëndia.